Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Thot Allahu në Kur'an: mos u lësho pas diçkaje që nuk e di, sepse veshi, syri, zemra, të gjithë do të japin llogari për to. Kaptina El Isra, ajeti 36. Kjo ajet është një udhëzim i qartë nga ana e Allahut të Madhërisëm për mbar njerëzimin, që të mos ndjekin gjërat pa pasur njohuri dhe argumente të sakta, dhe të mos gjikojnë duke u bazuar në hamendësime, paragjykime dhe thashetheme. Në këtë ajet, Allahu i Madhërisëm tregon 3 shqysat kryesore që ndikojnë në formimin e gjykimeve dhe vendimeve tona. Duke filluar nga veshi, jo çdo gjë që dëgjojmë është e vërtetë. Jo çdo gjë që ne shikojmë me syrin ton është ashtu siç ne e perceptojmë. Zemra, mendja, ndjenjat tona jo çdo herë na japin një gjykim të drejtë. Në ditën e gjykimit, çdo njeri do të jap llogari për atë që ka parë, për atë që ka dëgjuar, për atë që ka ndjerë. Prandaj, duhet të jemi të kujdesshëm se çfarë flasim, apo të jemi të kujdesshëm mos të përhapim lajme dhe informacione të rreme dhe të pasakta. Paragjykimi është një nga problemet më të mëdha sociale që ndikon negativisht në jetën e njerëzve. Në Islam, paragjykimi dënohet fuqishëm, nga se ajo ndikon që të bëhet padrejtësi, të njollosit dikush tjetër, apo të i cenohet e drejta dikujt tjetër. Paragjykimi është një nga problemet më të mëdha sociale që ndikon negativisht në jetën e njerëzve. Islami e dënon fuqishëm paragjykimin, nga se krijon ndasi, padrejtësi dhe urrejtje mes njerëzve. Allahu xhaleshanuhu në kaptinën El Hujurat, ajeti 11 thot: o besimtar, largojuni sa më shumë paragjykimit, sepse një pjesë e paragjykimit është mëkat. Nëse duam të kemi një shoqëri të shëndosh, një familje të shëndosh, atëherë duhet të heqim dorë nga paragjykimet dhe të përmbahemi udhëzimeve të Allahut dhe të dërguarit të Tij. Paragjykimet janë të urryera për faktin se ato gjithnjë reflektojnë qëndrime, vendime të gabuara dhe të pasakta. Ata në vend të ndërtimit të urave të komunikimit i shkatrojnë ata. Pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë: ruajuni paragjykimit, sepse paragjykimi është gënjeshtra më e madhe. Shpesh në mesin ton ndodh që dikush paragjykon edhe në fatkeqësinë e dikujt tjetër. Paragjykojnë deri në atë shkallë ku thonë se Allahu e ka dënuar atë, por në fakt ai mund të kalon një sprov nga ana e Allahut të Madhërisëm, sepse edhe për këtë Allahu xhaleshanuhu thot: a menduan ata që besuan se nuk do të hidhen në sprova, andaj nuk duhet të paragjykohet në këtë mënyrë. Si ta luftojmë paragjykimin sipas Islamit? Sipas Islamit, paragjykimi luftohet nëpërmjet 4 pikave, duke filluar nga vetja, të jemi të drejtë dhe të mos gjykojmë të tjerët pa pasur njohuri. Të kujtojmë se vetëm Allahu është ai që e di të vërtetën dhe të fshehtën. Të trajtojmë të gjithë njerëzit me drejtësi dhe respekt. Të mbushim zemrën me dashuri dhe ta pastrojmë zemrën nga urrejtja. Thot Allahu xhaleshanuhu: o ju që keni besuar, nëse dikush i pandershëm ju sjell ndonjë lajm, sigurohuni mirë, ne është i vërtet. Mos t'i bëni padrejtësi dikujt dhe pastaj të pendoheni për atë që keni bërë. Paragjykimi që nuk gjen mbështetje te realiteti është një lloj shpifjeje dhe një llosje për tjetrin. Andaj duhet pasur kujdes, sepse kjo është një padrejtësi që mund t'i bëjmë dikujt duke e cenuar të drejtën e tij apo duke i hirë në hak dikujt tjetër. Për mos të rënë në një situatë të tillë, duhet t'i shmangemi paragjykimeve, nuk duhet të gjykojmë nëpërmjet hamendësimeve tona, por duhet të jemi korrekt dhe të sqarojmë çështjen siç duhet dhe paraprakisht
çështjen që e marrim ta vlerësojmë për së mirë e jo për së keq. Andaj, kur jemi në këtë muaj të bekuar, është një shans i madh që këtë ves të shëmtuar ta largojmë nga vetja jonë dhe të gjithë njerëzit t'i respektojmë me drejtësi dhe me mirëkuptim. Lusim Allahun e Madhërisëm që lutjet, ibadetet tona të na i pranon. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.